Këtu është horoskopi i diel 23 mars 2025. Përshëndetje nga horoskopi i Fationit. Dashi. Krahasime fituese dhe një sukses i vogël personal, marrëveshje me vëllezërit e motrat ose të afërmit për çështje pronësie. Mbajini këmbët në tokë. Energji e madhe fizike. Demi. Kini kujdes që të mos humbni portofolet, çelësat, ju dukeni më të shpërqendruar. Dikush është fizikisht ose mendërisht i largët nga ju, një ditë që përfshin stres të konsiderueshëm, shumë angazhime. Binjaket. Ditë e shkëlqyeshme në përpjekje për të sqaruar disa çështje të jashtëzakonshme të familjes. Kontaktet e dashurisë, nëse zemra është vetëm, duhet vepruar menjëherë. Gaforja. Do të dëshironi të kishit edhe diçka më shumë të dashuruar. Mos jini gjithmonë të zhytur në mendime ose pesimist për sipërmarrjet e reja. Luani. Prisni disa ditë, tani gjithçka duket vonë, e hutuar. Ata që jetojnë së bashku ose martohen, e bëjnë këtë pa detyrim për të jetuar në heshtje. Virgjeresha. Në 4 javët e ardhshme do të duhet të bëni një zgjedhje dashurie, nëse një histori nuk shkon do t'ju duhet të keni guximin të ndryshoni. Unë ju këshilloj të bëni dhe të thoni minimumin. Peshorja. Është një ditë më e mirë, por nuk është e lehtë të jesh paqësor në dashuri. Kushtojini vëmendje faturave tuaja. Haresa. Po dita. Akrepi. Ditë e qetë, e bukur. Ju dëshironi të bëni pak më shumë vetë, në fund të fundit kjo ditë do të ketë një anë pozitive, jeni shumë simpatik. Shigjetari. Nuk i duroni dot më muhabetet e njerëzve dhe për këtë arsye mund të pastroni situatat në pritje, qoftë edhe në dashuri. Merrni kohën tuaj para se të flisni. Bricjapi. Unë gjithashtu do të rekomandoja që zemrat e vetmuara të shiheshin përreth. Optimizimi i shpenzimeve është i mundur, ndaj dikush mendon për një ndryshim shtëpie apo një strategji. Ujori. Ka shumë lodhje ose dëshirë për të bërë gjëra të reja. Në dashuri ka keq kuptime, por edhe sepse gjithmonë gjen njerëz që të qëndrojnë përballë. Peshqit. Padyshim një ditë nervoze. Për të korrigjuar një lidhje, gjeni fjalët e duhura. Sot ndiheni jashtë kësaj bote. Regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Ditën e mirë.